Kavaja ka festuar ditën e verës me një aktivitet të organizuar nga Bashkia e Kavajës në parkun rekreativ të qytetit. Festa u zhvillua me këngëve dhe valleve tradicionale të zonës së Kavajës, duke sjellë një atmosferë festive për qytetarët e shumë të pranishëm. Në kuadër të kësaj dite u organizua dhe një panajër tradicional, ku bizneset dhe familje kavajëse prezantuan gatime dhe produkte tradicionale të zonës. Kavaja është një nga qytetet ku tradita e veçantë e poçerisë vazhdon të ruhet dhe të trashëgohet ndër breza. Qytetarë të shumtë u mblodhën në parkun rekreativ për të festuar së bashku këtë ditë që simbolizon largimin e dimrit dhe ardhjën e pranverës. Ata kaluan çaste të bukura mes muzikës, valleve dhe aktiviteteve të ndryshme festive. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja. Fëmijët e zbukuruan këtë festë me gatimet e tyre plot dashuri, me këngë dhe valle, si dhe me lërat e tyre plot fantazi. Parku rekreativ u kthye në kryeqendrën e festës, duke krijuar një atmosferë të veçantë për të gjithë qytetarët.